Mua më therën herën e parë. Kur? Para 3 ditësh. Dola aja me. Më qonë në parajs. Atje më deshën shumë. Pikërisht më kryesore. Djali që komandon parajsën. Dhe i tha, aja sejas mejt, dalë këta, mukës, dalë këta voloti, unë do të nimoj. Do t'jap gjithë parajsën, që mund të duash. Qa kanë parajsë dhe më thënë që dëshiron. Atëherë, këndejtja atje, se fletë profeta për këto, Alketa shkëpyrë në 5 pamje. Ka për shumë foto apo video? Foto dhe video. Para 4 ditësh. Ndërsa këto 4 ditë tjera, ka qenë Alketa Vesiu e deri Zuj po tjetër? Edi Duri po tjetër? E deri Jorgeni. Se duhet të dalin original. Fytyra e tyre. Unë dalë me 5 pamje. Po e Jorgenit? Del Jorgeni kaq? Po Edi Duri? Del Muhamedi kaq? Po Alketa Vesiu? Del Esmerja vajza e Durës? Po tjetër e deri Zuj? Del e deri doktori? Kaq? Jo Mari. Çfarë thua? Mari, del bebi? Është djali i Zujit. Mari, por kishte qejf të ishte bebi. Dhe është Anheli. Atëherë Anheli. U pre mbrëm Anheli. Doli i Zuj. Mari. Po tjetër? Doli Anheli i Zuj. Është djali i Zujit që do të ishte mami Alketa. Çfarë ndodhi? Atëherë Anheli nuk ishte fuqi, mbasi ndodhi prerja, i shkoi Alketa muka. Ju fut në trup. Profeta? Iku u dërzua nuk do të rrimë me Alketën. Me Alketa voloti. Iku të Anheli. Por u tua që smerte do të kokën. Mua më kishin kthyer të vogël. Atëherë Alketa e vogël e pa dhe iku mori kokën. Dhe ja vuri Anhelit. U fut në trupin Anhelit. Dhe bëri pamje shumë. I solli në parajsa, djali parajsës, Kalin. Dhe zbukurime të tjera. Dhe doli përsëri me 5 pamjet. Dhe një pamje me Anhelin besoj. Që ishte femër. Me pamjen e Anhelit. Atëherë Alketa ka dalë të 5 herë me pamjet e personave që futet. Për të shpëtuar. E si da ne jetë unë sëri do të nuk mund të shoh. Po mua më ndihmoi kush? Mora kokën vet. Kur mora kokën vet erdha vet në shtëpi. Me Kalin. Kështu kam bërë çdo 5 ditë. 15. Dhe kërkoj fëmijët. Duan të më vrasin dhe i shqyje me njerë. Po profeta? Profeta vjen vonë se shokohet. Rinë të hija letës. Por nuk mund të rrias të leta. Nuk e pranon leta. Ka qenë hija e letës. Por leta është bërvrasëse. Atëherë ti ke hyrë kur kemi qenë në Arabi.
Që atëherë s'më deshi më Druvari. Që më quan në Shqipëri. Atëherë më kanë ardhur turat nga te. Të shpove letën. Atëherë çfarë do bësh tani? Unë t'jap plekët, do mblesh lirë. 100% do mblesh lirë. Si? Si do mblesh lirë? Do më marrësh prap natën më bësh keq. Vajzat e tua. Si jo ç'në? Se do më bësh keq. Durat. Do t'jetë gruaja Druvarit. Po letri. Po se do, po çfarë kam unë? Tani ka ndonjë zgjidhje? Jo më torturosh mua zonat. Do vrasësh fëmijët e tu. Mund vrasësh dhe mua, po do vrasësh fëmijët e tu. Aple do të vdesin, ndërkohë që nuk vdes. Mjaft me rrena. Ti kupton më shumë se ato. Nuk rroni Aple nëse të vdesun. Torturoni çdo natë. Asnjë si u pranon. Ktheuni si doni, me pamje ndryshme. Kujton se do ndroj me pamje mashkull dhe femër dhe s'do e njohin. Pas vdesi Alketa. E do shduke. Haroje. Jo, nuk e di, do e ndjeki Druvari. Po mund të ndjek unë nga parajsa. Do ta them shumë me ju pastaj. A kuptoni arsyetoni se ju i nisni rrugën, po nuk dini zhvillimin. Gjithmonë keni ngecur në gjysmë të rrugës, nga që nuk e mendoni kur të ardhmen. Atëherë po do më vrasësh prapë sot.